إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet posa Allahut subhanahu wa taala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jalla neve na zbulon shumë qartë planin e armikut ton, shejtanit. Allahu Azza wa Jalla neve na tregon se zhveshja dhe largimi i turpit është prej synimeve të hershme të armikut përbetuar shejtanit të mallkuar. Andaj Allah Azza wa Jall e tregoi këtë shumë qartë në surën A'raf, ku tha ja bani Adam, o ju bitë Ademit alayhi salam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah, mos elani me ju mashtru juve shejtanin, sikurse i nxori prindrit e juve nga xhenneti, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, ai cili i zhveshi nga rrobat që t'ju duken pjesët e turshme të tyre. Shejtani o vëllezër, strategjinë e tij nuk e ka ndryshuar. Nuk vjen shejtani te njeriu dhe me njëherë ti thot zhveshu, zbuloje trupin tan, kundërshtoj Allahun Azza wa Jall, sepse ai e din se muslimani dhe muslimanja nuk bin prej me njëherë mashtrimit të tij. Po ai ka hapat e tija dhe planet e tija dhe strategjinë e tij. Andaj rastisht Allahu Jalla Jalalu në Kur'an tha ja eyyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. O ju cilët keni besuar Allahun, tha mos i ndjekni, mos i pasoni hapat e shejtanit. Po vërejnë vëllezër se Allahu Azza wa Jalla nuk po thot mos e ndjekni, mos e pasoni shejtanin. Po thot mos i pasoni hapat e shejtanit. Sepse për me çun humner, shejtani ka hapat e tija dhe planin e tij. Plan i cili nuk ngutet, e ka gradualisht me çutin fund të keq edhe në humner. Edhe nëse fillon me një lëshim të vogël, nuk prish punë për të, sepse në fillim është i vogël, sot pak, e nesër pak, edhe pas nesër edhe pak, dhe derisa të largohet turpi, edhe të normalizohet zhveshja, ne vetë jemi dëshmi, o vëllezër. Ne vetë jemi dëshmitar të asaj që sot është normalizu fatkeqësisht. Para disa vitave ne e kemi pa diçka jo normale. Edhe ata që sot e shohin të normale e kanë pa jo normale, ma përpara e kanë ul kokën e tyre, sepse ka thonë këta nuk bën me pa muslimane, mi po sot nuk e ka problem. Pse? Sepse është pjesë e khutuati shejtan, hapave të shejtanit. Pjesë e hapave të shejtanit për me të mashtru, për me mashtru birin Ademit alayhis salam. Është edhe mi ndru emërtimet e veseve të liga dhe mëkateve gjunaheve. Në emërtime që janë më tërheqëse. Zhveshjes nuk i thot më zhveshje, po i thot mod. Paturpsi si thot përparim. Mëkati gjunati thot liri dhe zgjedhje personale. Pra emrat ndryshojnë, ama rezultati është i njëjtë, e ligë, mëkati mëkat. Ama shejtani si shejtan nuk e ka gale, që ç'dush ta emërtoje. Me rëndësi për te është rezultati. Më rëndësi për te është që motrat tona ai ti zhvesh edhe të nxjerrën nëpër rrugë të zhveshura. Çfarë ka për qëllim ai? Ai ka për qëllim që ti mashtron t'u largon turpin dhe ti zbulon trupin e tyre, që më pas të bëhen pjesë e paralemrimit që ka në hadith, sinfani min ahli nar. Dy lloje të njerëzish, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, janë banor të zjarrit të xhenemit, po nuk i kanë mri kuptimin që kanë me ardhë henes. Njëri prej këtyre grupeve çka tha? Wa nisaun kasiyatun ariyat. Gra që janë të mbulume po të zbulume, të veshura po të zhveshura.
La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Nuk kanë me hin xhennet dhe nuk kanë me një as erën e xhennetit. Dietar kur kanë folë për komentimin e kësaj kasiyatun ariyat, të mbulume po të zbulume, ka thënë është për qëllim kanë veshje ata. Nëse i vet ato thotë unë jam me vesht, e ka një robë që e kanë blu një pjesë të lëkurës të asaj, ama janë roba që janë ngushta ose të i dukshme ose të shkurta. Kuptimin tjetër nuk janë mbulesë që e donë Allahu Azza wa Jalla dhe ka porosit. O vëllezër, për fund, ne kur e denojmë ose denonsojmë zhveshjen, nuk e kemi për qëllim veç zhveshjen jashtë shtëpive tona, po synimi jonë do të me konë shtëpi tona, synimi jonë do të me konë me eduku vajzat tona, bijat tona, motrat tona, me këshillu bashkëshortet tona, nanat tona, për arsye se po ne nuk e kemi në dorë me ndryshu këtë dunjan, ama me lejnë Allah të Azza wa Jall mundi me bëu diçka në shtëpinë tonë me ndru, familjen tonë me eduku, bijat tona mi udhëzu, sepse këtë edhe fundja kena edhe obligim. Allahu na ka urdhnu pa dhe ka me nën vetë. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu, a jepi atyre që i ke besu Allahun, ku anfusakum wa ahlikum nara, ruje vetën edhe familjen nga zjarri i xhenemit. Dije që Allah Azza wa Jalla ka me nën vetë, edhe mua edhe ty, ka me nën vetë edhe përgatit gjevab para Allahut Azza wa Jall. Nëse ti si burr musliman ke leju për shtëpisë tane me dal një grua që është muslimane, kasiyatun ariyat, e vesht apo edhe amo të njëjtën kohë edhe zhvesht, e mbulume amo të njëjtën kohë edhe zbulume, kemi dhënë gjevap për Allahut Azza wa Jall. Lusë Allahun Azza wa Jall që të jemi në detyrën që na ka dhënë Allah Azza wa Jall dhe përgjegjësinë e tij. Lusim Allahun që të na mbron neve dhe familjet tona nga hapat dhe mashtrimet e shejtanit. Lusë Allahun Azza wa Jall që Allah të na mbron nga fitnet që i dim dhe nuk i dim, dhe të na mbron Allahu subhanahu wa taala nga fitnet në dunja edhe në fe. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.